Selamu alaikum, paqja qoftë mbi ju. Uroj t'jeni mirë dhe sot do doja të flisja në lidhje me gjërat që i duam kaq shumë në këtë botë, në këtë jetë dhe që pse disa njerëz e kanë të vështirë për t'i arritur këto gjëra. Nuk është se ekziston vështirësia, thjesht më saktë për ata që kanë probleme në lidhje me besimin e tyre të brendshëm, ndoshta është të them që ju të zgjidhni dhe të filloni dhe të kuptoni më shumë lidhjen mes jush dhe Allahut. Dhe për ata që janë musliman të devotshëm ose deri diku musliman që e praktikojnë etj, gjithmonë kam pyetje që pse gjithmonë i bëj të gjitha, por nuk po më ecën, nuk po arrit diku. Dhe në fakt, çdo gjë ka kohën e vet dhe shpeshherë diçka që neve nuk e arrim dot, nuk do të thotë mund mos jetë e mirë për neve, por kjo nuk do të thotë për shembull që ka gjëra që nuk arrihen. Ndoshta për të arritur disa gjëra duhet të krijohet dhe të forcohet ajo lidhja mes teje dhe Allahut. Ndoshta duhet t'i bësh të gjitha namazet, ndoshta duhet t'jesh më afër besimit, ndoshta duhet të lexosh më shumë Kur'an. Dhe njeriu ka ato testet e tij që nëse janë disa gjëra për shembull në këtë jetë si punë, shkollë etj, apo çështje karriere, apo çështje për të patur më shumë në këtë botë, shpeshherë nuk arrihen për shkak se ndoshta Allahu po të teston në lidhje me vetë besimin. Nëse ti do fillosh të bësh namaz rregullisht, mbase atëherë vërtet do të arrish atë që do. Sepse janë disa gjëra që nuk bëhen kompromise në lidhje me fenë. Shpeshherë Allahu na do kaq shumë dhe për këtë arsye na afron më shumë pranë tij duke na vendosur teste. Dhe pikërisht këto teste, dikush mund të mos arrijë shkollën që do, punën që do, sepse ndoshta përveç se mund të mos jetë e mirë për të, dhe diçka tjetër që ai nuk ndihet mirë mund të jetë e mirë për të, por përjashtojmë këtë rastin dhe themi për shembull në ato momente që ne mund t'i arrijmë gjërat që ne duam, kërkojmë dhe prapë nuk bëhen. Ndoshta sepse Allahu do që ti të falësh, ti të bësh namazin, ndoshta do që ti të afrohesh më shumë të të njëjtën gjë siç thash pak më përpara. Shpeshherë duhet të bëjmë pyetje vetes se çfarë mund të ndryshojmë paksa nga ajo jeta jonë e përditshme për të na afruar më shumë Allahut. Dhe shpeshherë në këtë botë, në momentin që ti afrohesh më shumë me Allahun, janë disa gjëra që të largohen dal nga dal. Do me thënë të largohen, nuk ke dëshirë më t'i bësh, sepse nuk të hyn më në punë, nuk janë gjëra që të afrojnë me Islamin, nuk janë gjëra që të afrojnë me Allahun, nuk janë gjëra që të konfuzojnë, janë gjëra që të largojnë nga ato ta heqin vëmendjen dhe pikërisht nëse ti vazhdon duke i bërë, duke i zgjedhur, atëherë Allahu t'jep shenjën që shiko. Diçka me ty nuk po shkon. Dhe nëse do të arrish vërtet ato dëshirat tua të brendshme, atëherë duhet të ndjekësh rregullisht namazin apo duhet të lexosh Kur'an etj. Në këtë botë njerëzit, ata që duhen më shumë nga Allahu, ata testohen në pasuri, në smundje, testohen tek fëmijët, testohen në varfëri, testohen në forma të ndryshme. Kështu që në momentin që në vend që të themi pse Allahu po na e bën këtë gjë, le të themi çfarë duhet bëj unë për shembull për t'u afruar më shumë Allahun. Së pari duhet jemi falendërues, në të mirë dhe në të keq, gjithmonë duhet themi elhamdulillah, gjithmonë duhet themi faleminderit Allah, sepse ai na e merr jetën në momentin që flem, atë të përkohshme, dhe ai na rikthen sërish në mëngjes kur zgjohemi, dhe duhet jemi falendërues që jemi në këtë botë, që jemi në jetë, duhet jemi falendërues për çdo frymëmarrje që ne bëjmë, sepse vetëm duke u nisur nga kjo pjesë mund të kuptojmë që
se çfarë na ka krijuar, apo nga se jemi krijuar, apo çfarë duhet të bëjmë neve për tu afruar edhe më shumë me Islamin. Tjetër që doja të flisja sot ka të bëj edhe me një pyetje që më është bërë në lidhje me maherin ose ajo shuma që jepet gruas përpara martesës kur bëhet nikah, domethënë në momentin që gruaja martohet, domethënë përpara në fejes, pyetet për shembull se sa maher do. Maheri është ajo mund të jetë shumë monetare, mund të jetë diçka simbolike, mund të jetë domethënë diçka materiale që i jepet gruas në mënyrë që ajo të ketë mundësi, të ketë t'i bëjë gjërat e saj, dëshirat e saj, t'i ketë më njanë ato gjëra për jetën e saj. Domethënë kjo jepet për t'u përkujdesur për femrën. Domethënë përpara se sa përveç martesës, sigurisht që është obligimi i mashkullit. Një pyetje që kisha për atë kohë ishte një zotëri i lënduar, mund ta themi në këtë formë, që gjykonte femrat që kërkonin shumë maher. Tani nuk mund të gjykojmë asnjë lloj femre nëse ajo kërkon ta zëm kaq, sepse pyetja që i bëhet është çfarë do, sa do për maher, çfarë do për maher. Në momentin që ajo e thot, dhe është e drejta e saj ta thot, për sa kohë ajo e di se ka përballë dhe e di se çfarë ka zgjedhur, në momentin që ajo thot një shumë dhe mashkulli nuk mundet ta përballojë dot atë lloj shumë apo është diçka shumë e lartë, atëherë fillon ofendimet, fillojnë paragjykimet, e quhet ajo vajzë e keqe sepse zgjodhi atë që është e drejta e saj i fundja. Si popull kemi shprehjen shtri këmbët sa ke organin. Kështu që sigurisht nuk jam dakord me ato që thonë që e bëjnë diçka në mënyrë ekzemplare, në kuptimin që kërkojnë gjëra që nuk munden, domethënë janë përballë dikujt dhe e din situatën e personit dhe kërkojnë gjëra që ai person nuk mundet t'i jap. Prandaj përpara pyetet dhe nëse personi nuk mundet, ai ka të drejtë ta refuzojë, ashtu siç dhe ajo vajzë që kërkon diçka ndoshta të paarritshme për personin, edhe ajo ka të drejtë të kërkojë aq sa ajo dëshiron. Kështu që në vend që t'i paragjykojmë në lidhje me mahrin, bëjeni, dhurojeni diçka në momentin që jeni përpara martesës, keni parasysh që kjo është e caktuar nga Allahu. Dhe femra duhet mbrojtur dhe ju keni përgjegjësinë për ta mbrojtur. Në momentin që ju nuk mundeni, në mënyrë paqësore, keni të drejtë të mos pranoni, pavarësisht dëshirave tuaja apo pëlqimeve tuaja që mund keni për atë grua. Por nuk mund të gjykohet, sepse nuk mund të gjykohet as karakteri, as gjë. Sigurisht përballë Allahut më e mira është ajo që nuk e vendos tjetrin në një pozitë që ai nuk mundet t'jap diçka kaq të madhe për atë që ajo kërkon. Por që në këtë jetë njeriu zgjedh nivelin, kuptim, nuk ka nivele, nuk mund ta përcaktoj me nivele, por anën materiale me cilën një grua është mësuar, të zëm nëse është mësuar tek prindrit e saj, të ketë shërbim, të ketë gjëra që ajo është mësuar, në Islam thuhet që bashkëshorti duhet t'ia plotësojë ato gjëra. Azem nëse ai kishte shërbim në shtëpinë e saj, ai duhet t'i marrë dikë për të shërbyer në shtëpinë e tyre. Në të kundërt, ai ka të drejtën e tij për ta refuzuar dhe për të mos pranuar në bazë të mundësive që ai mund të ketë. Prandaj kur them nivel, shihet nëse një burr shkon për të kërkuar dorën e një gruaje tek prindrit e saj, bashkë me prindrit e tij, siç është sipas Islamit, duhet ditur se si është mësuar ajo grua, sepse Allahu nuk do që njeriu të shtypet, dhe kur bëhet fjalë tek shtypja është dhe kjo pjesë. Nëse një grua është mësuar ta zë me gjithë mirat e saj, apo është mësuar me disa gjëra në shtëpinë e saj, dhe kur vjen tek shtëpia e bashortit, këto gjëra ndryshojnë dhe jeta bëhet shumë e vështirë për të, sepse ai nuk është mësuar me disa gjëra, për shembull, atëherë është mëkat, domethënë kuptimi që
ti premton diçka dhe nuk e bën dhe nuk është mirë. Kështu që në momentin që kërkoni martesë nga dikush, duhet dini shumë mirë se si është gjendja, kush është personi, nga vjen ai person, në mënyrë që disa gjëra të përputhen, jo vetëm nga ana shpirtërore, po edhe nga ana materiale, në kuptimin e jetës saj në këtë botë, apo jetës së atij në këtë botë. Kështu që askush, çdo kush ka të drejtën e tij në bazë të Islamit, për sa kohë nuk e tjetërson, nuk bie në kundërshtim me Islamin, etj. Kjo është një pyetje që më është bërë. Një pyetje tjetër që më është bërë është krishterimi dhe Islami, domethënë. Dikush më pyeti në lidhje me çfarë të përbashkëtash ka krishterimi apo me Islamin. Unë dua t'ju tregoj sërish për ata që nuk e din historinë se si unë u riktheva në Islam. Dhe do ta bëj në mënyrë të shkurtër. Gjithnjë përpara se sa të bëhesha muslimane kam besuar që ekziston një Zot dhe është një fe. Por mënyra unë tani po flas siç mendoja përpara se të bëhesha muslimane. Logjika më çonte që feja ka ardhur në varësi të viteve të fazave të jetës në tokë dhe ka ardhur me secilin profet, sepse nuk janë vetëm 2-3 profet, ka me qindra profet që Allahu ka sjell, domethënë ka përçuar mesazhin e tij në këtë tokë dhe që me ardhjen e Adamit në tokë si profet i parë, atëherë nisi fillesa e çdo gjëje. Islami ka ekzistuar që në atë moment, domethënë ka ekzistuar, nuk është se njerëzit, popullata të ndryshme që ngecën duke ndjekur profetët që Allahu sillte, ata filluan e krijonin nga një fe, ndërkohë që mesazhi është i njëjtë. Mesazhi se cilit profet është i njëjtë, pavarësisht se ku ngeci një popullat apo një komunitet që ndoqën profetin. Edhe pse çdo profet që ka ardhur ka thënë që mos më ndiqni mua, por është vetëm një Zot dhe ai është Allahu. Islam do të thotë paqe dhe ashtu është si fe. Dhe pikërisht nëse i vëmë re gjithë gjërat e vërteta në këtë botë, apo kur flet të vërtetën, do sulmohesh, do tjetërsohesh, do mundohesh të shtypin, dhe në mënyrë kur ti je vërtet, asnjë nuk është e rrallë të duan. Kur je vërtet nuk të duan. Sepse njerëzit mashtrohen nga përditshmëria, mashtrohen nga vetë karakteri i tyre, mendojnë se unë jam kështu mund të jetë dhe tjetri, apo unë mendoj kështu në fshehtësinë, kështu mendon dhe tjetri, domethënë nuk ka një besim sepse bota e tillë ka ardhur, domethënë. Dhe kështu që në momentin që Islami vjen me pjesë dhe përmbyllet pastaj me dërgimin e Kuranit në tokë dhe me përmbledhjen e komplet përfshirë të gjithë profetëve dhe atëherë është ajo ku unë thash që në fillim që është një fe dhe është një Zot dhe ai është Allahu dhe profeti i tij dhe i dërguarit i fundit është profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Dhe sigurisht përfshin edhe të gjithë profetët e tjerë, përfshin profetin Isa etj. Kështu që unë besoja në këtë gjë dhe arrita ta kuptoj tek Islami me anë të Kuranit që cila është e vërteta, që ka ardhur që me njerëzimin, ka ekzistuar, por fatkeqësisht disa politika që është shumë e vjetër apo njerëzia që jo të gjithë janë të mirë, manipulimet kanë ndikuar dhe kanë bërë njerëzit që të qëndrojnë aty, apo siç thuhet disa që thonë feja e paraardhësve të mi. A thua se paraardhësit e krijuan fen, kështu që apo kur thon Jezusi është Zot. Unë që kur isha e krishter e dija e shumë mirë 100% që ai nuk ishte Zot. Dhe në një moment që unë shkoj dhe pyes një prift i thënçin tek rruga e Kavajës, ai mirë që fliste me arrogancë, mirë që shihte çuditshëm,
kuptimi që nuk dinte se të përgjigjej, po të shihte me përçmim thua se çfarë bëre. Dhe kjo nuk është pjesë e fesë, as krishtërimit, as të islamit, as të lloj. Feja në vetvete, edhe të tjerat janë paqe. Por e vërteta është Islami dhe duan apo s'duan disa, kjo është. Dhe në Kur'an është thënë që pavarësisht se çfarë mund të thotë një musliman, kush është i verbër në mendje, në shpirt dhe i verbër nga ana e shikimit, në kuptimin nuk sheh të vërtetën, edhe nëse ai sheh me sy, nuk sheh dot me zemër. Kështu që disa çfarë do të bësh nuk mund të besojnë, sepse është e tillë. Allahu ka dhënë zgjedhje të lirë, nuk ka imponuar askënd për të zgjedhur Islamin, sepse Islami nuk do imponim, Islami është mendjesi. Njeriu e ndjen që është pjesë e Islamit dhe nuk mundemi ta ofendojmë Allahun apo Zotin, apo ta vëmë me zotat, ta bëjmë krah me zotat të tjerë, e tjerë, apo ku diun statuja, monumente, e tjerë. Dhe mbaj mend që shpesh herë shikoja kryqin dhe pse e vendosja më përpara vet, ndjeja dhembje kur shija kryqin, se thosha po si ka mundësi që mbajmë kryqin kur kryqi është një simbol vuajtje, që supozoj që Jezusi është kryqëzuar. Por Allahu nuk ka kryqëzuar askënd, nuk ka bërë të vuaj asnjë profet, ai ka ngritur lart ata dhe ai thjesht krijoi shëmbulltyr tek Jezusi se kur u kryqëzua. Por Jezusi nuk u kryqëzua asnjëherë. Ai jeton në qiell dhe do të kthehet sërish në tokë. Dhe këtë gjë besojnë dhe të krishterët, siç kemi me ardhjen e Antikrishtit apo Dexhalit në Islam dhe luftën që do bëjë Jezusi me të për ta duke vrarë atë më pas. Që po ta shohësh me kujdes, do të thënë me detaje, fillimisht 1-2-3 herë mund mos e kuptosh Islamin ose Kur'anin më saktë, por më pas me kalimin e kohës të thjeshtësohet. Dhe gjëja më e bukur është sepse ka shenja shpirtërore që njeriut i vijnë, edhe janë shenja sepse Allahu ka thënë, unë i kam dhënë shenja kudo. Vetëm neve na mbetet të shohim dhe nuk ka gjë më të bukur kur arrin e gjen të vërtetën dhe shpesh më thonë shko tek feja e paraardhësve, ndërkohë që përpara krishtrimit ka qenë paganizmi etj. Kështu që nuk është se nuk e kuptoj në këtë aspekt, sepse apo disa thonë bashkëshorti të bëri musliman. Mua pak më bëhet vonë, domethënë s'më bëhet vonë fare, por që logjikisht kur je minorene, kur je fëmijë, nuk ke zgjedhje që të dish se çfarë do. Dhe normalisht unë gjithmonë jap këtë përgjigje që fen mua më dhan krishtrimin, nuk ishte e të parëve të mia ku diun. Mua më dhan dhe më dhan edhe në kuptimin që nuk është se isha fëmijë, nuk merrja vesh në lidhje me fen. Ndërsa ku ka më mirë se tani që je rritur ta zgjedhësh vet, tani logjikon, mendon dhe prandaj quhet feja e vërtet, sepse prandaj zgjodha dhe Islamin, sepse kjo është më e besueshmja. Nuk mund të besosh një fëmijë, domethënë se çfarë ka qenë më përpara. E vërteta është çfarë zgjedh kur je i rritur, kur je me mendje të shëndosh, që ke mundësi zgjedhje, ke logjikën për të vendosur dhe për të kuptuar. Kështu që kjo është feja ime dhe të gjithë kanë lindur musliman, por fatkeqësisht shoqëria, familja, njerëzit, rrethëqark, rrethi i ka bërë të vendosen në fe të tjera dhe vinë brez pas breze e thonë feja e të parëve. Ndërkohë që nuk kanë iden në lidhje asgjë në lidhje me fenë e tyre.
Por gjithsesi, e di shumë mirë që kjo video do duket sikur unë po e sulmoj, nuk sulmoj askënd. Allahu na ka thënë të mos sulmojmë fede tjera, por po jap argumenta, meqense më është bërë pyetja, që të flas në lidhje me përbashkëtat me krishterimin edhe e islamin. Nëse keni pyetje dhe doni që unë t'ju përgjigjem nëpërmjet videove, mund të më lini koment ose mund të shkoni në Instagram dhe të më shkruani në mesazh ose tek ato pyetjet anonime që unë vendos çdo javë, çdo fundjavë dhe mund të më tregoni për tema apo për gjëra që ju keni interes për të dëgjuar. Faleminderit që më ndoqët, ju uroj gjithë të mira.